Të nderuar qytetarë, nga veriu në jug, Shqipëria sot është në këmbë për shkak të projektit korruptiv të rrëmbimit të pushtetit vendor nga Edi Rama dhe Rilindja. Ky projekt mbështetet në 3 shtylla: korrupsion, pastrimin e parave dhe betonizimin e vendit. Drafti i ri administrativo-territorial i qeverisë Rama është një projekt që synon të zëvendësojë demokracinë lokale me kontrollin nga qendra e pushtetit. Një projekt që nuk e afron shtetin me qytetarin, por e largon qytetarin nga vendimmarrja. Në vitin 2014 u premtua se do të kishim bashki më efikase, shërbime më pranë qytetarëve dhe më shumë autonomi vendore. Sot pranohet që kjo reformë ka dështuar. Kemi mungesë shërbimes, nuk kemi autonomi lokale dhe kemi varësi të plot nga qeveria qendrore. Sot kemi një pushtet vendor të dobësuar, bashki financiarisht të rrënuara, institucione që presin urdhra nga qeveria dhe qytetar që për shumë shërbime duhet të drejtohen drejt ministrive, jo tek institucionet që i kanë zgjedhur me votë. Qeveria ka marrë njëra pas tjetrës kompetencat e bashkive, u mori administrimin e usjellsave, u mori kontrollin real mbi zhvillimin urban përmes centralizimit të lejeve të ndërtimit, ka kufizuar autonominë vendore dhe i ka kthyer bashkit në zgjatimet të pushtetit qendror. Sot kemi bashki në prag të falimentimit, kryebashkiak në dyert të drejtësisë për korrupsionin galopant, qytetarëve u është rrëmbyer prona, vendit janë grabitur pasuritë natyrore, po i shkatrohen me firmën e pushtetit objektet e trashëgimisë kulturore, ndërkohë që qytetarëve u janë betonizuar qendrat e Bregdetit. Sot konsensusi politik i kërkuar aq shumë nga partnerët ndërkombëtar është zëvendësuar me fashitizmin politik që i ka bërë bashkit të varura direkt nga zyra e Edi Ramës. Dështimi i kësaj qeverisje vendore shihet para së gjithash nga shifrat e shpopullimit të vendit. Shqipëria po zbrazet dhe shifrat janë alarmante. Nga viti 2014 deri në vitin 2023, Shqipëria ka humbur plot 1 milion banor. Sot 37% e familjeve shqiptare janë prekur nga emigracioni, 70% e atyre që janë larguar e kanë bërë këtë për arsye ekonomike. Këto nuk janë thjesht shifra, janë familje të ndara, fshatra që boshatisen, qytete që humbin energjinë e tyre dhe komunitete që po mbeten pa mjek, pa mësues, pa profesionist dhe pa të ardhme. Në vend që të luftoj këtë dramë të madhe kombëtare, qeveria propozon një tjetër ndryshim administrativ që është në vijim të agjendës së saj të shpopullimit të vendit. Sot kërkohet të reduktohen bashkit nga 61 në vetëm 46 bashki me mesatare 50.000 banor për bashki. Por çfarë është dhe kush është standardi europian për pushtetin lokal? Slovenia me 2.1 milion banor ka 212 bashki, afërsisht një bashki për 10.000 banor. Italia ka rreth 8.000 njësi të qeverisjes vendore për 60 milion banor, me mesatare rreth 7.500 banor për bashki. Nga ana tjetër Franca ka 34.000 njësi vendore për 70 milion banor, me mesatare rreth 2.500 banor për bashki. Gjermania ka rreth 11.000 njësi vendore për rreth 84 milion banor, me mesatare 7.500 banor për bashki. Këto shtete që janë shumë të organizuara, shumë të pasura, me infrastrukturë të shkëlqyer dhe shërbime efektive, synon të afrojnë gjithnjë e më shumë pushtetin pranë qytetarit. Ndërsa Edi Rama
me shtetin e shkatruar, me një infrastrukturë të degraduar, me shërbime që mungojnë masivisht, zvoglon numrin e bashkive për të realizuar objektivat e tij që plaçkitja të përqendrohet në më pak duar dhe shpopullimi të realizohet me shpejtësi edhe më të madhe. Drafti i majorancës ka probleme shumë të mëdha. Së pari, largon administratën nga qytetarët, veçanërisht në zonat rurale dhe malore, gjithashtu krijon bashki më të mëdha, më burokratike dhe më pak të kontrollueshme nga komunitetet. Dobëson përfaqësimin e zonave dhe komuniteteve lokale, gjithashtu rrit varësinë financiare dhe politike të bashkive nga qeverisja qendrore. Nuk sjell decentralizim, por centralizim të mëtejshëm të pushtetit. Nuk zgjidh problemet financiare të bashkive, por rrezikon t'i thellojë ato. Nuk lufton korrupsionin në pushtetin vendor, por krijon më shumë përqendrim në vendimarrje dhe më pak kontroll qytetar. Ka lejuar një model zhvillimi që ka sjell betonizimin e qendrave urbane, cënimin e hapësirave publike, grabitjen e pasurive natyrore dhe presionin mbi pronat e qytetarëve. Gjithashtu ky model rrezikon të zhduk identitetin historik dhe administrativ të shumë zonave të vendit. Sot problemi më i madh është mungesa e transparencës, është mungesa e kontrollit dhe përdorimi i pushtetit vendor si instrument politiko-elektoral. Ndryshe nga ky projekt, opozita propozon një reformë që i shërben direkt qytetarit duke e vënë atë në qendër të kësaj reforme. Ne propozojmë krijimin e 100 bashkive për t'i afruar institucionet me qytetarët, decentralizim real dhe rikthimin e kompetencave të pushtetit vendor, autonomi më të madhe financiare dhe administrative për bashkitë, përfaqësim më drejt të zonave rurale dhe komuniteteve lokale. Mbrojtje gjithashtu të identitetit historik dhe kulturor të krahinave, gjithashtu zhvillim më të balancuar territorial, jo përqendrim të investimeve vetëm në disa qendra. Gjithashtu transparencë dhe kontroll më të madh qytetar mbi pushtetin lokal. Sepse Shqipëria ka nevojë për të luftuar shpopullimin duke forcuar pushtetin vendor, duke dhënë më shumë demokraci vendore, më shumë pjesëmarrje të qytetarëve në vendimarrje. Ndaj, ndryshimi i hartës territoriale nuk mund bëhet me forcën e kartonit, nuk mund bëhet nga zyra e Edi Ramës kundër vullnetit të qytetarëve. Kjo reformë duhet të jetë e qytetarëve dhe jo e një partie. Prandaj, çdo ndryshim i hartës administrativo-territoriale duhet i nënshtrohet vullnetit të qytetarëve dhe vetëm referendumi mbetet rruga më demokratike, më legjitime dhe më e drejtë për të vendosur për një reformë që prek drejt për së drejti çdo qytetar shqiptar. Shqipëria ka nevojë për më shumë demokraci vendore dhe jo për më shumë centralizim. Faleminderit.